po thëmë, jo mirë, thëjë se 20 fryma njëra aty mrena. Po, krejt janë, s'kan ambicje vullnet vla me pa këtë vend, jenë ngop, shtëpia të mira, kerret mira, standardet mira, ka i dertin tonë ja temin, bre. Aha? Çfarë derti ka ai? Mos ka ardhur herë kryetari i komunës në përkatunet e juve me veten, që i keni me folë si shqiptar që bre. Shka i keni punë të o vlazni? Shka i keni duvari, kjo e are, lopte, blektoria, bujësia. A ju kanë ardhur për bajrame me boe bajram. A e ke pa kryeministrinja, ministrinja me shkue për pashkët, në për shpijat e qytetarve, me e festu në sofër aty. A e ke pa në i kryeministër toni që ka shkue në iftar me egzu një familje, anin e ta përdor për reklamacion. A e ke pa presidentën ndë njëhere me pa atë formatin e president, o me dal bre si kur që del Merkeli bre, me kese kështë me shku me ble peme perime me qytetare, me ungjen me një kafiteri të Prishtinës ja qytetet ta. A ju kanë arë për bajram në herë të shpija ja. Dhe armiku, bajeni men, shkruane, një ndër objektivat kryesore të armikut ndaj një populli është që të krijon jazë sa më të gjerë dhe sa më të thellë, ndasi, armiqësi mes liderëve politikë dhe popullit poshtë. Kjo është objektive armikut. Kur arrin që ato, kur populli janis me folë zi e maze, sepse e meritojnë me folë për ta zi e maze, Serbia është rahat. E qetë është Serbia.